Horoskopi për muajin prill 2026, shenja e akrepit. Muaji prill nuk do të jetë një muaj i qetë për ty, por një muaj rregullimi. Muajt ku nuk mund të vazhdosh më siç je. Do e ndjesh që diçka kërkon ndryshim, në rutinë, në trup, në mendje, si dhe në jetën tënde të përditshme. Nuk është dramë e madhe nga jashtë. Është një zë i brendshëm që të thotë, ndrysho diçka dhe bëje tani. Në fillim të muajit fillon të kuptosh shumë gjëra për veten. Cilat zakone të lodhin, çfarë po bën gabim çdo ditë pa e kuptuar, si dhe ku po i harxhon energjitë tua kot. Do të kuptosh në fillim të muajit që po ndihmon të tjerët më shumë se ç'duhet. Gjithashtu, je duke marrë përgjegjësi që nuk janë të tuat. Nuk po i thua dot jo askujt. Në fillim të muajit vjen një moment i fortë emocional. Sikur të jetë një mbyllje cikli. Ndoshta mund të ndihesh pak i trishtuar, i lodhur, apo sikur po lë pas diçka. Por kjo është gjë e mirë, sepse po mbaron një fazë që nuk të shërben më. Pas datës 9 prill, jeta përshpejtohet. Do të kesh më shumë punë, më shumë përgjegjësi dhe më pak kohë për veten. Këtu do të fillojë prova për ty. Rreth datës 12 prill mund të ndihesh i lodhur, ndoshta i pavlerësuar sikur të tjerët presin shumë nga ty. Por bëj kujdes, mos bjerë në kurthin e sakrificës. Mos thuaj po vetëm për të ruajtur qetësinë, sepse kjo të shkatërron energjinë dal nga dal. Pas datës 14 prill fillon të mendosh pak ndryshe. Nuk vepron më pa plan, ke filluar të analizosh si po e kalon ditën, ku humbet kohë dhe çfarë të duhet për të ndryshuar. Është një moment ideal që të lësh pas një zakon të keq, të fillosh një rutinë të re dhe të vendosësh pak rregull në jetën tënde. Rreth datës 17 prill mund të vijë një mundësi e re në punë. Kjo do të jetë si një goditje e realiteti që të zgjon. Trupi dhe mendja gjithashtu të japin sinjale. Nëse nuk kujdesesh për veten, do ta paguash më vonë. Rreth datës 19 deri 21 prill, kjo është pjesë pak e vështirë. Rreth datës 19 ti ndoshta do të kesh përballje, tensione, si dhe disa situata që mund të vendosin në siklet. Mund të duhet të thuash jo dikujt, mund të duash të mbrosh veten, apo të përballesh drejt për së drejti me dikë në jetën tënde. Dhe kjo nuk do të jetë e lehtë për ty, por do të jetë e nevojshme. Ndoshta për këtë mund të sakrifikosh diçka, si kohën tënde, energjinë apo një zakon. Por ama kjo sakrificë të çon përpara. Periudha 22-24 prill. Pas datës 20, energjia fillon të ndryshojë. Fokusi do të kalojë tek marrëdhëniet. Ti dëshiron që të kesh më shumë afërsi me partnerin, më shumë kohë me njerëzit e tu të familjes, si dhe do të kesh shumë ndjenja. Rreth datës 23 prill, gjërat mund të bëhen pak të papritura. Dikush mund të surprizojë. Kjo mund të jetë një lidhje që mund të ndryshojë papritur, apo dikë që do ta takosh rastësisht. Për çiftet që janë në një marrëdhënie, do të jetë një hap i madh përpara, si dhe do të vendosni diçka për të ardhmen tuaj. Për sa i përket beqarëve, mund të ketë njohje të çuditshme, por gjithsesi janë interesante. Në fund të muajit, ti ndryshon nga brenda. Do të hapesh më shumë si njeri, do të flasësh për ndjenjat, do të tregosh anën që zakonisht e fsheh. Kjo është një pikë e fortë për ty, por dhe shëruese. Në të njëjtën kohë mund të kesh lajme për lek. Ana financiare mund të jetë një ndryshim i papritur.
një mundësi që të vjen. Rreth datës 25 prill diçka ndryshon papritur. Mund të jetë një kontratë që mbyllet, një derë që hapet, një mundësi që vjen nga askundi, dhe jo vetëm jashtë, por dhe brenda teje. Ti mund të ndjesh një çlirim të madh emocional, sikur po fillon një kapitull të ri. Këshilla e fundit për ty. Mos u lodh duke mbajtur gjithçka mbi supe. Jo çdo gjë është përgjegjësia jote. Jepi gjithsecilit të mbajë atë që i takon, përndryshe energjitë tua do të shterojnë. Ky muaj të rregullon jetën, por në mënyrën e tij. Pak i fortë, pak i lodhshëm, por në fund të bën më të fortë se kurrë. Ky është horoskopi për të gjithë ju akrep dhe neve ju urojmë një muaj sa më të mbar. Të keni një shëndet të mirë, të keni fat në dashuri, si dhe suksese në punë. Nëse je për herë të parë në kanalin ton, mund t'i bësh subscribe, like videos dhe ta shpërndash me miqtë e tu. Ju urojmë një muaj plot mbarësi dhe begati.